Tani, pavarësisht në Tiranë apo në Pekin, përdorimi i një automjeti elektrik është bërë në mënyra më e drejtë për të përqafuar të ardhmen e transportit dhe për të mbrojtur mjedisin. Një raport i publikuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë parashikon që në vitin 2030 automjetet elektrike do të përbëjnë gati 1/3 e shitjeve globale të makinave. Por me popularitetin në rritje të automjeteve elektrike, trajtimi i baterive që dalin nga përdorimin është bërë një problem që tërheq vëmendjen publike. Siç e dim, bateritë e automjeteve elektrike përmbajnë një sasi të madhe metallesh, elektrolitesh, tretësirash organike dhe substancash të tjera kimike. Trajtimi jo i duhur gjatë zbërthimit, rezervimit e përpunimit të tyre mund të shkaktojë lehtë të zjarre ose shpërthime dhe përbërësit e elektroliteve mund të ndodhin tokën dhe ujërat nëntoksore duke kërcënuar ekosistemet dhe shëndetin njerëzor. Kina është tregu më i madh i automjeteve elektrike në botë. Aktualisht, më shumë se gjysma e automjeteve me energji të re në botë ecin në rrugët kineze. Vetëm në vitin 2025, konsumatorët të kinez blenë më shumë se 13 milion automjete me energji të re, por teksa njerëzit të shijojnë lehtësinë që sjellin automjetet elektrike, numri i baterive që dalin jashtë përdorimit po rritet vrushën. Të dhënat tregojnë se gati 400.000 tonë bateri të përdorura ka pasur në Kinë deri në vitin 2025 dhe shifrat parashikohet të arrijë në 1 milion tonë në vitin 2030. Por si të trajtohet një sasi kaq e madhe e baterive të përdorura? Përpjekjet kanë filluar herët. Në planin e 14-5 vjeçar u shpallë strategjia e ndërtimit të një zinxhiri të plotë të jetës ekonomike të baterive të makinave që mblojnë prodhimin, përdorimin, riciklimin dhe rishfrytëzimin nëpërmjet mbështetjes së politikave qeveritare, inovacionit teknologjik të ndërmarrjeve dhe zbatimit në treg. Prompt Recycling, një tegë gjiganti kinez të baterive CATL, është një shembull konkret. Në një fabrikë të kësaj kompanive në Yichang të provincës Hubei të Kinës qendrore mund të trajtohen qindra tonë bateri dhe materialet që grumbullohen u shiten prodhuesve në gjithë vendin. Ujërat e zeza të formuara gjatë trajtimin gjithashtu përmbushin standarde për t'u vënë përsëri në përdorim. Ndërsa në një fabrikë tjetër të kësaj kompanie në foshan të provincës Guangdong të Kinës Jugore, nëpërmjet teknologjisë së re, shkalla e rimarrjes së nikelit, kobaltit dhe manganit nga bateritë e përdorura mund të arrijë në 99.6%, kurse rimarrjes së litiumit është 96.5%, të dyja ndër nivelet më të larta në botë. Në të njëjtën kohë, me koordinimin e autoriteteve rregullatore, prodhuesit kinezë të baterive po hartojnë standarde të unifikuara prodhimi, të cilat do të thjeshtojnë ndjeshën zbërthimin, hapi i parë i procesit të riciklimit të baterive, me shpresën e ngritjes së efikasitetit të riciklimit të baterive, duke i shndruar mbeturinat në thesar. Jo vetëm kaq, teksa automjetet elektrike kineze po shtojnë praninë e tyre në tregun global, teknologjia e riciklimit të baterive po zgjeron edhe biznesin e vet në botë duke dhënë ndihmës për të mbrojtur mjedisin vendor. CATL po përgatitet për të krijuar biznesin e riciklimit të baterive në Evropë me fabrikën e vet të ri për punimin të baterive në Hungari që pritet të përurrohet si vjet. Ndërsa një tjetër gjigant kinez i sihrimit të baterive, Green Eco Manufacture, ka krijuar tashmë 7 qendra riciklimit të baterive në disa vende përfshirë Korenë e Jugut dhe Indonezinë. Vjet Kina dhe Shqipëria kanë përjetuar një verë të nxehtë të jashtëzakonshme. Kjo vërteton përsëri se asnjë vend nuk mund të rrijë duar kryq para ndryshimeve klimatike. Nga udhëtimi gjerbër deri në riciklimin e gjerbër, Kina po fton më shumë vende të bashkohet asaj në eksplorimet të shkencore dhe inxhinierike për të dhënë një mjedis më të pastër dhe më të bukur për brezat që vijnë. Të dashur miq, e janë me ne.